Faleminderit shumë i nderuar kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet, të nderuar ministra, i nderuar ministër i mbrojtjes, më lejoni që shkurtimisht paraqes rëndësinë e qëllimin e këtij projektligji për administrimin e ndërtesave dhe lagjeve të banimit në bashkëpunësi. Ligji i parë për rregullimin e fushës së administrimit të ndërtesave të banimit në bashkëpunësi ka qenë ligji 03L091 për shfrytëzim, administrim dhe mirëmbajtjen e ndërtesës së bashkëpunësisë, i cili ka hyrë në fuqi në vitin 2009 në 15 prill. Me qëllim të avancimit dhe lehtësimit të procedurave për administrimin e ndërtesave të banimit në bashkëpunësi, është bërë amendamentimi i këtij ligji me ligjin 04L134 për ndërtesat e banimit në bashkëpunësi në gushtin e vitit 2013. Në bazë të këtij ligji janë nxjerrë aktet nënligjore për zbatimin e tij. Andaj kjo çështje aktualisht është rregulluar me ligjin 04L134 për ndërtesat e banimit në bashkëpunësi. Gjatë zbatimit të disa dispozitave ligjore është hasur në probleme të shumta rreth implementimit të ligjit. Çështjet problematike në të cilat është hasur pengesë gjatë zbatimit janë definimi i çështjes të së drejtës së pronësisë individuale dhe bashkëpunësisë në ndërtesën dhe lagjet e banimit në bashkëpunësi, krijimin, ndryshimin dhe shurin e bashkëpunësisë, shfrytëzimin e bashkëpunësisë dhe njësive të veçanta në ndërtesë, mos regjistrimin e ndërtesës apo lagjes banimit në bashkëpunësinë kadastër, mos themelimin e kuvendeve të pronarëve, mos themelimin e organeve vendimmarrëse në ndërtesa, në lagjet e banimit dhe ndarjen e përgjegjësive, administrimin, mirëmbajtjen e hapësirave të përbashkëta në ndërtesën apo lagjen e banimit në bashkëpunësi, si dhe mbikëqyrjen dhe masat dëshkimore. Rregullimi i kësaj fushë ndërlidhet indirekt me objektivin e dytë të qeverisë për sundimin e ligjit dhe shtetit të së drejtës, si dhe zbatimin e planit kombëtar për zhvillim për të drejtat pronësore. Zotimi i qeverisë, respektivisht Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, është që të përcaktojnë qartë të drejtat pronësore, titullarët dhe përmbajtja e tyre, si dhe mekanizmin për administrimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave dhe lagjeve të banimit në bashkëpunësi. Menaxhimi dhe administrimi efektiv dhe efikas i ndërtesave dhe lagjeve të banimit në bashkëpunësi është i rëndësishëm për të mbështetur zbatimin e marrëveshjeve kryesore të Bashkimit të Kombeve të Bashkuara, duke përfshirë Agjendën 2030 për zhvillimin e qëndrueshëm, Agjendën e re urbane dhe Kartën OKB-s së Gjenevës për banimin e qëndrueshëm. Projektligji dhe administrimi i ndërtesave dhe lagjeve të banimit në bashkëpunësi është hartuar duke u bazuar në Kushtetutën e Republikës Kosovës, që përcakton llojet e pronës dhe llojet e pronës rregullohen me ligj, si dhe sipas vendimit të qeverisë numër 0988 të datës 05/2019 për aprovimin e koncept dokumentit për administrimin e ndërtesave në bashkëpunësi. Po ashtu qeveria e Republikës Kosovës ka zhvilluar mbledhjen e radhës në datën të 148 me radhë dhe ka miratuar këtë projektligj. Sipas uzimeve të Kombeve të Bashkuara, mbi menaxhimin e ndërtesave të banimit të banesave shumë banesore në vendet tranzicion në Evropën lindore, është më rëndësi e madhe që edukimi pronarëve për natyrën e kësaj forme të re të mbajtjes së pronësisë, të vlerave, avantazheve të saj, si dhe për të ndihmuar ata në menaxhimin praktik të ndërtesave të banimit shumë banesor, duke u bazuar në uzimet me strategji dhe veprime specifike për çështjet e patunshpërive në vendet tranzicionit të Evropës qendrore dhe lindore. Qeveria e Kosovës është zotuar që çështjet e të drejtave pronësore t'i trajtojë me prioritet dhe t'i rregullojë me legjislacion i cili do të përcaktojë rregulla dhe procedura në sigurimin dhe shfrytëzimin e të drejtave pronësore. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës është përgjegjëse për hartimin e politikave të banimit, zbatimin e këtyre politikave, përkatësisht legjislacionit për administrimin e ndërtesave të banimit në bashkëpunësi e bëjnë institucionet përgjegjëse të pushtetit lokal, duke ndihmuar organet përgjegjëse për marrjen e vendimeve dhe administrimin e ndërtesave në bashkëpunësi. Përfitimet kryesore të politikës së propozuar janë ligji aktual për ndërtesat e banimit në bashkëpunësi, që do të ndryshohet përmes hartimit të ligjit të ri për administrimin e ndërtesave dhe lagjeve të banimit në bashkëpunësi, për të adresuar të gjitha pengesat ligjore, rregullativat, për sa i përket formimit dhe funksionimit efektiv të kuvendeve, të pronarëve, të bashkëpunësinë në ndërtesë, lagje dhe parcelën e krijuar. Ky projektligj ka për qëllim të përcaktojë rregullat dhe procedurat e administrimit dhe mirëmbajtjes në ndërtesë të lagjes, parcelës së krijuar në bashkëpunësi, si dhe të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë të autoriteteve kompetente dhe pronarëve të njësive të veçanta në administrimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesës së lagjes dhe parcelës së krijuar në bashkëpunësi.
Ky projekt ligj do të zbatohet për të gjitha ndërtesat dhe lagjet e banimit në bashkëpunësi, të cilat kanë pronësi të përbashkët një parcel ndërtimore, si dhe për të gjitha autoritetet publike dhe private veprimtaria të cilave ndërlidhen në administrimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave të lagjeve të banimit në bashkëpunësi. Projektligji për administrimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave dhe lagjeve të banimit në bashkëpunësi në mënyrë më përmbajtësore dhe të saktë adreson çështjen e parandalimit ose zvogëlimit të parregullsive, respektimin e procedurave administrative gjatë procesit të vendimarrjes dhe administrimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave dhe lagjeve të banimit në bashkëpunësi. Me ndryshim dhe plotësim të këtij projektligji synohet të lehtësohet zbatimi, duke i dhënë rol më aktiv institucioneve relevante me qëllim të krijimit të mekanizmave për administrimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave dhe lagjeve të banimit në bashkëpunësi dhe zbatimin e tij përmes inspektoratit. Nuk përmban si ligj, nuk përmban elemente diskriminuese dhe është në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Hartimi i këtij projektligji dhe propozimet për zbatim më të lehtë rezulton si në plotësim të prioritetit të qeverisë për sundimin e ligjit. Prandaj kërkoj që ky projektligj të miratohet, sepse është i domosdoshëm dhe në funksion të zhvillimit ekonomik, rritjes së cilësisë dhe kualitetit të jetës së qytetarëve dhe mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve tonë. Faleminderit.